Përshëndetje të gjithëve, ndodhemi në Nikël, në qendër të Niklës, aty ku ka qenë gjimnazi Ramazan Karaj, por jo vetëm, edhe shkolla 8 vjeçare. Është etiketuar si një vend që ka pjell gjithmonë banda, por nuk është kështu. E kam fjalën për Niklën, e cila sot vuan një nga plagat më të mëdha për arsim, për dije. Po në fakt nuk ekziston më. Janë gjithë të mbeturinat cilat ndodhen në Nikël dhe kjo thirrje është shumë domethënë. Ruam shkollën tonë. Dhe prej disa vitesh, fëmijët e vegjël të Niklës dhe gjimnazistët e Niklës nuk shkollohen këtu. Kjo ka bërë që një pjesë prej tyre ta lënë gjimnazin dhe mos ta ndjekin arsimin e mesëm. Pjesa tjetër shkojnë në fushkruj, përgjithsisht turnet e pasdites. Prandaj i gjithë kjo zonë, i gjithë ky komunitet kolthet sot për arsim, sepse po i detyrojmë gjithë banorët e kësaj zone të shpërngulen dhe të shkojnë jo vetëm drejt fushkrujës, por edhe drejt Tiranës. Tu duhet ndërtohet një gjimnaz dinjitoz, një shkollë 8 vjeçare ashtu siç i ka hije kësaj zone, sepse kjo shkollë ka nxjerrë emra shumë të fuqishëm që kanë shënuar fort, jo vetëm në Fushkruj, por në të gjithë Shqipërinë me dijet e tyre. Është zona më e rëndësishme tregtare, një nga rrugët më të rëndësishme të Shqipërisë, dhe keni parasysh që janë taksapaguesit më të rregullt, janë njerëz që punojnë me djersën e ballit, njerëz të mrekullueshëm. Ky është një apel që i drejtohet Ministrisë së Arsimit, pushtetit lokal, që t'i kthejnë syt nga Nikla dhe të gjithë ata banor, t'i sigurohet e drejta kushtetuese në këtë rast, një nga liritë dhe drejtat themelore të njeriut që është e drejta për t'u arsimuar. Ju e dini që në rast se mbyllet një shkollë, atëherë hapet një burg. Në rast se ju doni që ta shikoni Niklën ashtu siç i ka hije, siç janë me të vërtetë njerëz të mrekullueshëm të Niklës, jepini shkollën, t'i japim arsimin.